Jemi të pjesa e kuzhinës, shikues të dashur, dhe aty ku muhabeti, shija, aroma është krejt ndryshe. Por së para se të kalojmë te kuzhinjeri që kemi ftuar për sot, do doja që të falenderoj sponsorët e emisionit e Diela Vlen. Ujë Rrugove, vizioni i kompanisë Rrugove është që të sjell natyrën e gjetur në bjeshkët e Rrugovës, brenda shtëpive në Kosovë dhe jashtë saj, përmes produkteve natyrale dhe teje të shëndetshme prodhuar pikërisht në zemrën e rajonit të Rrugovës, në Kosovë në partneritet gjithmonë me komunitetin Rrugovas. E pifshi përshnet. Ndërsa pijet energjike më të mira në vend dhe rajon, pa dyshim janë Golden Eagle, që kanë një shije fantastike me plot freski dhe shumë energji. Për mbështetjen e emisionit e Diela Vlen, dua që të falenderoj edhe kolegjin AAB dhe The British School of Kosova, gjithashtu edhe Pribank. Gatuani me lehtësi vetëm me Viva Fresh Store, sepse kaluam tash tek Viva Fresh Store, ku çdo ditë ju pret mish i freskët dhe shumë cilësor, po ashtu gjithmonë duke ju ofruar çmimet më të mira. Shumë lloje të mishit për çdo shije e çdo preferencë i gjeni çdo herë këtu. Pra përgatisni ushqimet tuaja duke zgjedhur mishin më të mirë dhe më cilësor që Viva Fresh ju ofron. Vizitoni Viva Fresh Store ose mund të bleni edhe online dhe ja u sjell direkt tek dera e shtëpisë për më pak se 24 orë. Për më shumë oferta edhe informata, ndiqni Viva Fresh Store në rrjetet sociale, në Facebook dhe Instagram, ku e gjeni me emrin @vivafresh.rks. Dhe të gjitha informacionet, zbritje ditore që mund t'jenë në Viva Fresh, informoheni përmes rrjeteve sociale. Atëherë, tash është koha që të prezantoj me kuzhinjerin që kemi zgjedhur sot, me qenë se po afrohemi në sinën e verës, ushqimi i detit është gjithmonë më i këndshëm, do të përgatisim peshk. Dua t'ju prezantoj me Faton Malokun. Mirë se erdhe në Diela Vlen. Faleminderit për mundësinë. Është kënaqësi, Faton, edhe ndoshta pse është sezona e verës duke na ofruar na ke zgjedh Po, me qenë se sot për gjithë shikues të emisionit juve, unë kam vendosur me sjell një lloj të peshkut i cili quhet levrek. Po. E nga ky peshk ne mund të përgatisim disa lloje të recetave, që veçanërisht për juve kam vendosur të përgatisë për gjithë shikues të juve një fileto levreki e shoqëruar me brokolli, baby patatë dhe karrotë. Po, për të tjerë, erza, gjona tjera, sigurisht. Po, besoj që për marinimin e peshkit, zakonisht unë preferoj me përdor krypën. Vetëm krypën? Po, vetëm krypën, kurse shikues mund të përdorin edhe ndonjë erëz që është me aromë ose shije tjetër. Po, shija e peshkut më e mira është me kryp. Po, vetëm me kryp. Për me shiju tamam. Për me shiju tamam. Po, e vërtet. Okej, e nisim pra, ujën veç e kemi qitë me vlu për shkak. Po, paraprakisht ujën e kemi vendosur me vlu, ku do t'i zim brokollit, karrotën edhe baby patatën njëra pas tjetrës, gjithherë duke i ruajtur vlerat ushqyese që mos t'i zim edhe tepër, që përbërësit e vitaminave t'jenë aty brenda. Aty brenda, definitivisht. Dikur përgatitja ushqimit ka shku me orë të tona, duke i zi, duke i bo, po kemi kuptuar që tashmë zjerja sa më e pakët, zjerja sa më e pakët e produkteve është më e shëndetshme, ashtu si që thua edhe ti. Por duke pasur parasysh që edhe fol kushtev tash që kuzhinat të cilat ne punojmë kanë rritur një avancim të madh, kjo e bën që edhe puna jonë të jetë më e lehtë. Patjetër. Edhe puna jonë si anvise pastaj, po përgatisim, po bëhemi kuzhinjere në vete, shumë llojshmëri të recetave, emisione të cilat na japin receta, rrjetet sociale e gjithçka tjetër. Këtu e bojnë të mundur që edhe në anvisri të gatuhet me një cilësi të mirë, duke e ditur që edhe pjesa anvisrijës është pjesë e kuzhinës, rëndom sikur në restorante, me çka që bën modifikimin e disa pjatave, krahas gatimeve moderne ose gatimeve tradicionale që jemi mësuar t'i konsumojmë. Prap ne mundohemi, po dora e profesionistit e talentit kur je i lindur për kuzhinë, prap e ka një fat vetën. Po, e ka. Okej, e nisim pra, Faton. Fillimisht kena bë filetimin e levrekut. Po, mu m'intereson shumë kjo pjesa e prerjes, sepse është shumë delikate për mos me i prej eshnat, që është shumë e rëndësi. Na do t'a kalojmë filetimin e levrekit, që do t'a jekmi për pjesës korrizore. Unë e preferoj kështu t'a filetoj, ndoshta dikush mund të fileton edhe në pjesë tjera, por unë e filetoj në këtë pjesë. Nis nga pjesa e shpinës. E shpinës, duke filluar këtu pjesa tjetër, duke e kaluar thikën në pjesën korrizore.
për me bo lirimin nga. A është e sigur që halat nuk prehen? Jo, mbetet si që thamë edhe në fillim, pjesa e profesionistit e bënd vetën, po sukur ta shumë, për shembull, këtë është gjithë pjesa korrezore e peshkut. Kurse këtu është pjesa e pastër. E butë e pastër. Peshkut. Qitë sekret du të na me mësuse, për me përgadit me qitë kryp mundemi. Po, këtë kjo bënd me aspektin e provojës, në aspektin e profesionit, shkollimit, trajnimi, këtë këtu e bënd vetën. Veç edhe me pas tikën ma të mreht, ma mirë i kështu pas punta. Edhe kjo është pjesë përbërëse. E punës. E punës. Uj, veç nga ka vlu, po më përja nalli pak. Në qka e fërgën peshkun? Peshkun do e fërgojmë me vaj ulliri. Me vaj ulliri. Ku para prakisht, si stash do të marinujmë vetëm me krëp. Po, nga peshku mund të bojmë edhe shumë receta tjera, që në këtë rastin tonë, të zëmë me kim levrejkën, mund të bojmë fileto levrejkën në rastin tonë, prolej levrejku, mund të bëjmë krudo nga peshqit. Si bëhen, pëse me qënë se sot s'kemi krudo, si bëhen, qëri është ai sosi, sekreti, sepse ka dhe bakterje, mishe... Në varsi produktit, cilësia do të me qënë gjithmonë e mirë, e freskët, që në këtë rastin tonë është shumë e freskët, por duke posur kujdes që krudët janë ushqime, si shtojnë anë gjuhën popullore, janë ushqime të gjallë, të papjekura, të pagatuara. Po, duhet me pas shumë kujdes. Edhe nëse prehen ma hall, nështë është ma mirë, për shkak... Po, është pjesa e filetimit, është pjesa e marinimit, tani është pjesa të cilën e kalon një procedurë që është në abatitor, që preferohet të kalohen pjesët krudo, jo vetëm peshkut, por edhe të mishit. Po. E kja e banë që të jetë më e lehtë e konsumueshme për konsumator. Është aparatura, jo? Po, është aparaturë adekuate për ushqimet. Si të mishi sukur të peshkut, është abatitori me minus shumë të madh, që e banë mbytjen e gjitha bakterjeve dhe është i lejuar për të konsumuar. Po në kushte shtëpie si mundemi? Në kushte shtëpie nuk preferohet zakonisht të bëhen pjesë të krudo, vetëm në aspektin... Vetëm nëse kemi aparaturën adekuate. Kështu, tash shikus mund të shohin edhe në përmjet kamerës që na e kena nëzirë një fileto levreki, e pastër nga holat. Perfekt, po. Si shtash, do e marinujmë. A i qesim perimet nëse don? Po, pjesë do të marinujmë një hermishin, para se me shku të perimet, që krypën që e kena vendus e peshko, që të marrë shije, dal nga dal, deri së të bëhet pjesa e perimet. Okej, perfekt. Pasi që veç që kena bo filetimin e levrekut, dal nga dal tash do të vendosmi me, si që prezentuva në fillim, që të bëjmë zirjen e këtyne perimet, duke e rujt vlerën ushqyse gjithherë, e si njetë në profesionin tonë është pjesa al dente, që janë pak të forta, që kalorit ose vitamina që i kanë në veçanti këto produkte, të ruhen. Pak më problematike presim për shkak të patateve me ullëzi, sepse karota edhe brokoli mund të hahen edhe të freskëta. Kurse brokolin do e lëmë këtë në fund, që të zihet sa më pak, kurse pjesën e karotës, veç këna me bo një pjesë më të vogla pak, të cilët do i përdojnë tani për dekoracionin e pjotës, do i zimë shtë të vogla. Si që thash beben, patate është realisht paraprakisht janë të pastruara. Po. E që kjo si në visëri edhe në kuzhinën profesionale kryet procesi paraprakisht. Sa është stresuse me qenë kuzhinjar? Është punë mjaft me stres, është punë me përgjithësi, pasi që kemi bëjmë me ushqimin. Nuk është vetëm prezentimi i ushqimit, po janë një mëri të tjera që ndodhin në kuzhinë, duke e ditë tash të kemi vendosur vetëm krypin, që uji i cilën e përmban tash krypa ujin, këto ta morrin i trajtshëm, zbashkarisht duke u zi. Bëjmë pak rreth pastrimit. Faleminderit. Që vaj ullirit. Okej, është. A të ndihmoj? Okej, a mundesh mua? Po. A ke pa kuzhinë vetë njëri një sanët më mirë? Gjithë tonë që shto. Po, është. Sepse është problem pak. Është problem.
edhe pjesën Me u tjetër. adaptu, po. Ja kom nis me i mësu ma mirë në studion e Djela Vlen me i ditë se sa në kuzhinën time. Pjesa e përditshmërisë, pjesa e punës, ndoshta angazhimet e Shtëpia e mëdha. dytë. Shtëpia e dytë. Presim tash derisa tigonit ngrohet që të kalojmë pjesën e levrekit për me e pjek, para prakesh siç tash e kena marinu. Dhe e me këtë pjesën e hullë. Lëkurën. Lëkurën. Që t'jenë sa më të gatshëm. Besoj është nxehtë tashmë fërterja? Po, e kena pjesën të gatshme të tigonit me vaj, si që e thamë edhe pak ma herët. Tash është pjesja e skuqjes të fileto levrekit. A duhet pa tjetër me qene nxehtë, apo... Po, është pjesë determinante në kuzhinë, që tigonet gjithmonë t'jenë të nxehta, që edhe në kushte shtëpie, edhe në kushte profesioni, që mishi ose peshku, ose shka do që të pregadisim, tigoni t'jeti mirë, i cilësijës të mirë, edhe t'jeti nxehtë që mos të ngjitet. Po. Kja e banë që edhe procedura ushqimit shkoj ma shpejt. Pastaj edhe duket bukur, nuk... Po, realisht është erun edhe formën, erun mundësien që e ke prej ti. Kjo është një pjekje e shpejt, pasi që levrejkëve veç është liru nga bushti kurizor, edhe këtu e në fileto ma e hull, është ma e pjekët ma shpejt, e që duke ditur që edhe është vikend, edhe gjithë shikust mund përdorin një drejk apo një dork, të shpejt kisha me thonë. Qashtë, po. Sa minuta i duhet? 5 minuta? Varsisht nga pesha, po në këtë rostin tërnë, dikon 5-10 minuta është finale. Mjaftushëm. Që një trajqëm nave se kemi vendosë perimet në uzi, që në ushqimin cilën me duke pregadit, të ruj vlerat e ti dhe direkt nga fërterja edhe nga të ngjera cilën jemi duke zi, pas rëgojnë pjot, pasi që nga kemë qëtë pak t'i konsumuj senet e nxehta. Qashtë, e vërtet, nasi shqipto, a është këj problem edhe tek... është në tanësi. Klientët, për shembull, që kërkojnë ushqimin e nxehtë direkt prej kuzhinës. Por edhe që është rregull në gastronomi që ushqimet në kodër të ushqimeve të ftofta, në kodër të ushqimeve të nxehta, duhet të përgatitet dhe të servohen krahas këtyre rregullave që i përcaktojnë edhe gastronomia. Shpesh herë edhe strategjia e restoraneve është që të sjellin startera prej shtëpisë për t'i dhënë hapësirë dhe kohë kuzhinierit me përgatit mirë ushqimin. Është një metodë mirë. Është një metodë mirë për me mbajt vëmendjen edhe durueshmërinë, ndoshta durimin e realisht po, se edhe koha, jo këtë ushqimet përgatiten shumë shpejt. Jo këtë ushqimet marrin kohë, disa ushqime janë nga koncepti, është pak më i rëndë në përgatitje. Dhe kjo ndihmon kuzhinierët që edhe klientët t'jep kohë, por edhe në anën tjetër që klientët mos dëmtohen duke pritur gjatë për ta konsumuar një vakt të tyre, se koha në ditën e sotme është e çmueshme. Por gjithsesi unë mendoj se nëse ushqimi vonohet, e kam kështu si kliente në këtë rast kur shkoj në restoran, mendoj që kur vonohet është më cilësor, përgatitet më me kujdes, se sa një ushqim që të vjen për 5 minuta në tavolinë. Zakonisht sepse po s'patëm kohë pse po shkojmë në restoran, pra. E thua edhe ti, kjo është ende një vëmendje klientëve të cilët dëshirojnë në disa raste të konsumojnë shumë shpejt ushqim. E kja e ban të pamundur që kuzhinieri të arrijë efektin e mirë për nga shija, nga pjekja, nga cilësia, që tjetë sa më i mirë për klientët që i konsumojnë. Edhe në shtëpi po të gatujnë, merr kohë. Kështu që njëjta procedurë është edhe në restoran. Duke e ditur që pjesa tjetër veç tuja gati është pjek, na e rrotllonëm. Dhe presim edhe skuqjen tjetër, si që thash edhe në fillim, kjo është një fileto e hull, pjekët shumë shpejt, por edhe këto, si që potencu në fillim, duke e ditur që do të pjekmi dikon të 80 ose 90% të pjekjes, që prapë thamë të rujnë cilësit. Ajo që ka e kom vënë re, Faton, është se përgatitja e peshkut gjithmonë lëshon aromë, ka aromë shumë, ndërsa duket se kur bëhet fileto, aroma nuk është edhe shumë e fortë.
e peshkut, sepse e kemi anashkaluar kokën, eshrat edhe nuk mbetet aroma. Kështu që është shumë praktike për neve në shtëpi që nuk dua me na mbet me ditë tona era e peshkut në shtëpi. Është pjesë determinuese kjo që ka thua ti, pasi që edhe peshku vetë ka atë aromën. Jo vetëm peshku, çdo ushqim i detit e ka aromën, preferohet. Është një aromë e lehtë, normal, sepse po përgatisim peshk, por që është e këndshme, por jo edhe me tepru pastaj. Jo, por zakonisht në këtë rastin tonë edhe në shtëpi të jetë përgatitje ose në restorant, nuk është ndonjë që e heton aromën shumë. Ajo që më ka ra tjetër në sy të familjet shqiptare, peshku zakonisht përgatitet edhe në furrë, prandaj edhe ka një aromë shumë tronë. Sa është praktike me u bo në furrë? Është metodë pjekje saja. Si që spjegum në fillim, që nga levreku jonë, si që ke në fillim, mund të nxjerrim 3-4 receta me të njëjtin produkt. Unë për vete personalisht e kom provu edhe në furrë edhe në tigan. Në furrë sikur lëkura fryhet, nuk është shumë praktike pastaj, ndërsa shumë e kapshme edhe shumë ma e pastët në mënyra me skuq në tigan, sepse edhe lëkura është këgja stabile. Po, kjo është pjekje nështë ma e shpejt, së është kontakti me temperaturën ma e shpejt. Direkt, po. Kurse në furrë është kontakti pak ma i largët, do në ku pak ma shumë. Tani në varsisht për temperaturës, po thojnë në kushte anvisri ose në kushte profesionale, do të me ditë pak edhe temperaturën, cilën do të me apështot qoftë mishi, qoftë peshku, qoftë brunat, do të me pas temperaturën adekuate që e lypë varianti ushqimit cilën e pregatitvi. E kje e banë që ushqimit të furra ndoshta tjetë pak ma nga dalëshëm, por duke e ditur që mëna konceptit të receta është edhe pjekja në tigan, edhe pjekja në furrë. Tash na do e rrotullojmë për pjesën përfundimtare, si që shohin edhe shikus që e ka morë ngjyrën shumë të mirë. Si ari. Si ari. Jo edhe shumë e skuqur. Jo edhe shumë e skuqur, po gjithëherë duke e ruajtur që mos na djegët, edhe të marrë ngjyrën përfundimtare cilën na e dëshirojmë. Unë edhe ti në këtë rast. Po. Faleminderit. Neve e largum këtë pjesën sepse jemi gati, po më duket, a? Po, jena në pjesën përfundimtare, dikon të 2-3 minutëshi. Që po të ndihmoj me eke dhe qëto? Si që thamë, dikon të 3 minutat e fundit, kena me vendosë brokollin që të zijet. Po. Që mos ta zim edhe shumë. Sepse mjafton edhe me qenë vetëm në ovull brokolli? Po, është pjesë edhe zirjes edhe aja vetëm në ovull. Kështu si që thash në fillim, patatja edhe karota janë drejt përfundimit, brokollit e këto e largojmë, nuk dëshirojnë ma shumë të pjekëm. Po e këta i kështu për me bo pak ma të letë servimin. Oke, fëndet. Perfekt. Nuk do t'i largoj nga uji, do i shërbej këtu. Do shta shikus mund të thonë që direkt nga uji, por na do e praktikojnë njëtën metodë. Okej. S'ka nevoj me i largu? Jo. Ta servoj, mirë. Ushqim shumë i lehtë, i shpejt. I shpejt. Ta është veç ta servoj vetëm. Kështu unë kam zgjedhur një formë pak më të thjeshtë. Po që kryen shumë punë, sepse shumë gra edhe punojnë. Në anën tjetër është gjithmonë ajo pesha mbi kokë se çfarë të servojnë, shpejt, lehtë, shëndetshëm, e që është zgjidhje shumë e mirë kjo. Ndaj edhe kështu. Sot është e diel, po ma ke dhënë një ide se çfarë do të përgatis të hanën. Një recetë e shpejt. Shumë e shpejt edhe tepër e shishme edhe e bukur për sy. E bukur për sy. Kjo më shëndur, Fatan. Shpresoj që ti të pëlqej. Veç po e marr një pyron, pak po e pickoj mishin, para se... Patjetër. Po në ndërkohë njëherë po ja jap mundësinë kamerave me xhiru, sepse është një ushqim shumë i mirë edhe shumë i shëndetshëm. E që më nxi po pres me provu pak, edhe pse është shumë e nxehtë. Nëse do nale pllakën krejt,
E në ndërkohë po e provoj unë, shumë e shitshme, të lumshin dur. Faleminderit për mundësia. Unë jam dashamirëse e peshkut, kështu që nuk përtoj asnjëherë me provu mishin e peshkut. Shumë e mirë. Edhe e rëndësishme është se si përgatitet, se sa e skuq, minutat, krejt kjo që me dalë jashtëzakonisht e shitshme. Lumsi ju, kamermana që keni me provu sot, është shumë e shitshme. Faton, faleminderit shumë për mundin, për respektin dhe për idenë që ja ke dhonë shikuesve të emisionit të Diela Vlen këtë të diel. Faleminderit për mundësinë, ishte kënaqësi që të ndaj një provojë me juve, duke e shpresuar që shikues të përgatitin në të dielën, si që thash edhe në fillim, që është ditë vikendi, një drekë shumë e shpejt. Faleminderit shumë, nuk kam dyshim sepse e ke bërë aq të lehtë përgatitjen, aq të thjesht, sa që krejt kanë me japë mësime përgatit. Faleminderit shumë.